fol prej një tigri u bon lepur. A kupton? Por as analistat, as opozita, as Albin Kurti nuk po e përmenin vetëm një detyrë që ky njeri e ka nesër, pas 1 muj, 2 muj. Ky e ka veç detyrë formimin e asociacionit të komunave serbe. Dhe në qoftë se këte nuk do e ban kjo qeveri, do të kemi një blokad totale nga faktori ndërkombëtar. Ma në mirë men. Kështu thuaj edhe herën e parë, po s'u bë. Mirë folëm, i ka detyrat 1, 2, 3, 4. A kupton? Ky opozita për momentin është totalisht në mjengull. Dhe unë nuk mendoj që opozita ka mja votu presidentin, kanë do që ky do ta propozoj, për arsye se opozita dëshiron me shku prapë në zgjedhje. Dhe prognoza ime është që në muajin mars të vitit të ardhshëm, kur i kalon mandati. Me këtë rezultat shkojnë zgjedhje? Po. Me këtë rezultat shkojnë zgjedhje. Unë nuk jam as i kënaqur se në seks me Albinin nuk baj, se disa, nuk kemi të fol për kënaqësit këtu. Jam të fol si analist që ta kontrollojmë gjuhën. Në qoftë se opozita, më fal, pse përmend presidentin? Analizë ato që ka thuar ti Mileni ka. Gjithçka përveç analizë. Gjithçka. Analizë nuk ka, ty ka mlef, ka idhnim, ka do më thonë, ka do projekcione që do e menoj unë jam 25 vjet para te analist. Ti mund me fol veç për naj roman, naj legend, naj prall. Për analizë, aty nuk dëgjoj kurrën e kurrës. Po jo menoj, po jam i bi. Më falë ti çfarë po mendon për mua? Çka është atë? Po a fashun se kena ndroni gjuhën e bëret ballakastrës. E bëret ballakastrës gjuhën. Se ndroj gjuhën e bëret ballakastrës. Jo, po a dëgjon ti, a kupton ti çfarë dëgjoj veç vetën. Unë po them që do shkojmë zgjedhje nëse nuk zgjedhet presidenti. Çka ka thënë Mili është diçka që duhet trajtuar në këtë moment. A pesheti ai ngo vetën, ai s'na ngon neve. Po mos merremi personale, mos ta bëjmë se jo, po çu si personale, ti po më kallëzon mu çka analiza. Ti je opinionist, si analist. Tani vetëm pas diçka analiza, Albatros edhe Mileni. Fol pak për frizurë, apo për çe frizura ime. Për frizurë dëgjoj më fol, për analistë erë ty nuk kena.